shumë vështirë për mos ta votu presidentin. Leron, a shkon vetëvendosja 50% me diasporë? Po shumë afër është 48.7. Po thonë me diasporën përgjithësi kështu me. Unë thash jemi duke fol 1.3% për projekcionin. Natyrisht që mund të shkoj, mirë po dalja ult, sipas pritshmërive, në bazë atyre që kemi pas, sidomos nëpër komuna, vetëvendosja me siguri mund të shkoj me ult, jo më lart. Domethënë 48.7 unë e shoh si në pjesën e sipërme të projekcionit, a mund të shkoj 50% absolutisht. Janë gjasa domethënë se po flasim për një DVM standard. Për 1.5%, edhe nëse llogaritim 720.000 dalë vleron 99%, po 720.000 nuk është pak. 720.000 nuk është pak. Se shkojnë 820 megjithëse është prapë minus 140.000. Le të supozojmë kështu. Le ta bëjmë një analizë këtë tjetër. Prapë jemi 150.000. Do bëjmë një analizë këtë tjetër. I kemi 720.000 votues prej 950.000 sa kanë qenë, apo? Sa kanë qenë të diasporës me post vitin e kaluar, a kemi atë numër? Dikun rreth 90.000 do këtu se 70.000. 950, 850, 720, 130. 130.000 votues vendor janë mongut. Këta 130 votues vendor përbëjnë, domethënë, ta shohim, 130 përbëjnë rreth 15% votuesve, nëse supozojmë që këta kanë qenë votues të vetëvendosjes, le të themi 70%, me një mbi performancë pa 20%, i bie që vetëvendosja ka humbur 2.6 pikë. Domethënë kjo është një analizë këtë tjetër, 2.6 pikë i ka humbur vetëm për shkak të daljes. Nga rezultati i përgjithshëm. Po, 2.6 pikë vetëm për shkak të daljes. Që i bie si 34-88%. Jo, se 2.6 pikë për shkak të daljes. Po. Edhe një 2-3 pikë tjera për shkak të LDK-s, që i bie që mund të ketë humbur 5 pikë. 5 tani pa 5 bëjnë 46. Po. Unë besoj kjo është baza minimale e vetëvendosjes 45-46. Domethënë nuk besoj që ka edhe medalje të ulët, nuk besoj që mund të ulet nën atë pragun 50.000 deputet. Që po flisim, 50.000 deputet është pak a shumë e garantuar për vetëvendosjen. Deri më tashmë kur janë procedurat